Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Skandal në Bigun e Kosovës, gafa e produksionit gjatë ngushëllimeve për familjen e Shpat Kasapit. Pas kritikave të ashpra që morën gjatë ditës së dieshme për vendosjen e muzikës dhe atmosferën festive në shtëpi në ditë zie, produksioni i Bigut në Kosovë është përfshirë në një tjetër incident të pakëndshëm, këtë herë me një lapsus gjatë transmetimit live. Në nisje të spektaklit të sotëm, moderatorja Laudin Hamiti mbajti një fjalim prekës duke i shprehur ngushëllime familjes së këngëtarit të ndjer Shpat Kasapi, i cili u nda nga jeta në moshën 40 vjeçare. Megjithatë, stafi i rrjeteve sociale ka bërë një gabim të dukshëm në postimin zyrtar në Instagram. Ndërsa citohej moderatori, në mbishkrim emri i artistit u shkrua gabim si Shpat Krasniqi në vend që të shkruhej Shpat Kasapi. Ky gabim, i cili u vërejt menjëherë nga ndjekësit, vjen në një moment shumë delikat, duke shtuar dozën e pakënaqësisë së publikut që pret korrektesë maksimale kur bëhet fjala për nderimin e një figure të dashur publike që sapo është ndarë nga jeta.